Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio e televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe adhurimet tona i dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij, që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Kam menduar të flas sot me qemin e muajit e begat të Ramazanit për ruajtjen e agjërimit, pra ruaje agjërimin tënd. Një këshill për veten time, pastaj një këshill për të gjithë ju agjërues dhe agjëruese. Nga se duhet ta ruajmë agjërimin, a ka nevojë agjërimi për ruajtje? Pyetje të tilla mund të shtrohen pafund, por do të mjaftohemi me këto. Po, agjërimi ka nevojë për ruajtje, sepse ka shumë faktorë që e bëjnë agjërimin ton thjesht një privim nga të ngrënët e të pirët dhe asgjë më shumë. A do të ishte kjo dëshira jon? Absolutisht jo. Atëherë, duhet të jemi të kujdesshëm që agjërimi ynë të arrijë atë vlerë dhe rëndësi të madhe që i ka dhënë vetë Zoti i gjithësisë dhe ka porositur i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Një ndër faktorët që e cënon rënd agjërimin ton është edhe përgojimi. Prandaj, duhet pasur shumë kujdes se çfarë flasim dhe çfarë nxjerrim prej gjuhës sonë. Ashtu si të gjitha gjunahet e tjera, edhe përgojimi është prej atyre të metave që me kalimin e kohës shndrohet në forma të caktuara sëmundjesh mendore e psikologjike, duke dhënë këtë lumturi përgojuesit sa herë që përgojon të tjerët, duke injektuar në thellësitë e qenies së tij doza të pista kënaqësie. Kjo përbën një simptom të qartë për disa sëmundje të rrezikshme të zemrës. Jemi në ditë të veçanta, ditë të agjërimit, plot dritë, plot nur, plot mirësi dhe duhet pasur kujdes për ruajtjen nga gabimet dhe gjunahet tona. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na ka thënë kur ka mbritur muaji begat i Ramazanit: O njerëz, për ju po afrohet muaji i Allahut me begati, me mëshirë, me falje mëkatësh, muaji që tek Allahu është më i miri i muajve. Ditët e këtij muaji janë ditët më të mira, netët e këtij muaji janë netët më të mira, orët e këtij muaji janë orët më të mira. Është muaji kur ju jeni mysafir të Allahut të madhëruar. Në këtë muaj jeni bërë prej të nderuarve të Allahut. Frymëmarrja i juaj në këtë muaj është madhështimi i Allahut. Gjumi juaj në këtë muaj është adhurim. Puna juaj në këtë muaj është e pranueshme, lutja juaj në këtë muaj merr përgjigje. Prandaj thot profeti: lutjuni Allahut, Zotit tuaj, me qëllim të sinqert e në zemër të pastër, që t'ja bëjmë mbar agjërimin e këtij muaji dhe leximin e librit të tij, pra Kuranit Kerim. Me të vërtet, i keq thot profeti është ai njeri të cilin në këtë muaj të madh është ndaluar falja e mëkateve të Allahut. Ky mesazh i madh i profetit tonë të nderuar ka një domethënie të madhe për të gjithë njerëzit e në veçanti për besimtarët që agjërojnë. Profeti ynë i dashur na kujton shpërblimet e mëdha që merr agjëruesi, por kur ai e ruan agjërimin e tij. Vetvetiu lind pyetja, nga se duhet të ruhet agjërimi kur ne ja kemi ndaluar vetes të ngrënët dhe të pirët? Në jetën tonë të përditshme, pjesë më të madhe njeriu e mbush me komunikim, në familje, në punë, në shkollë, në rrugë, në dyqan, në supermarket etj. Dhe kjo është e domosdoshme sepse njeriu duhet të jetojë. Këtu nisë dhe ajo që profeti i dashur i ka dhënë një rëndësi të veçantë që agjërimi këtij muaji të jetë me qëllim të sinqert e me zemër të pastër, pra të dimë çfarë flasim, mos të përgojojmë, sepse përgojimi është haram dhe na e prish agjërimin. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që keni besuar, menjanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin.
Mos vallë, thot Allahu i Madhëruar, dëshiron do kush prej jush të haj mishin e vëllait të vet të vdekur, sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Keni frikë Allahun, me të vërtetë Allahu është pranuesi i pendimit dhe mëshirëplot. Lexojmë në surën Hujurat në ajetin 12. Siç dihet, kapitali më i miri i njeriu në jetë është nderi, cipa dhe qenesia e tij. Përrëdhoj, çdo gjë që e cënon këtë kapital është si të ketë goditur rrezikshmërisht jetën e tij, madje në mënyrë të drejtë për drejtë. Këtë kapital të çmuar cënon dhe prish përgojimi. Përgojimi lind opinione të këqija. Ai dobëson raportet shoqërore, shkatërron kapitalin mbi të cilin njeriu mbështetet, si dhe trondit themelet e bashkëpunimit ndërshoqëror. Të gjithë e dim se Islami ka dhënë rëndësi të dorës së parë e shumë të madh ndaj çështjes me qëllim mbrojtjen e unitetit, harmonisë dhe solidaritetit mes anëtarëve të shoqërisë. Përgojimi mbjell në zemrën faren e urrëties dhe të armiqësisë, madje mund të nxjisë hera herës vrasje dhe konflikte të përgjithshme. Përfundimisht, kur themi se përgojimi është një prej gjunaheve më të mëdha, kjo ndodh për arsye të këtyre ndikimeve negative që ai ka në shoqëri, në rrafshin individual dhe në atë mbar shoqëror. Tregohet se i dërguari Allahut, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, të ketë ligjëruar një ditë me zë të lartë ku ka thënë: O ju njerëz që keni besuar me gjuhët, por jo me zemrat tuaja, mos i përgojoni muslimanët, mos i zbuloni të fsheta dhe të metat e tyre, se atij që zbulon të metën e vëllait të vet, Allahu i zbulon të metat që ka. Cili do që Allahu i zbulon të metat, ka për të fulliqur njërin prej antarëve të familjes së tij, Zoti na ruajt. Islami i jep një rëndësi të veçantë mbrojtjes së nderit të njerëzve dhe autoritetit të besimtarit në shoqëri. Ai synon gjithashtu të parandalojë ndikimet shkatrimtare që përgojimi i shkakton unitetit të shoqërisë dhe besimit të ndërsjellët në zemrat e anëtarëve të shoqërisë. E keqja e përgojimit të i kalon çdo kufi, pasi nxit ndezin e zjarreve të urrëties, të armiqësisë, të hipokrizisë dhe të përhapjes së poshtërsisë në shoqëri. Këto gjëra ndodhin për arsye se kur të metat dhe të fshetat e njerëzve dalin nëpërmjet përgojimit në publik, ato nuk përbën më rrezik në sytë e njerëzve, prandaj ndotja prej tyre ndodh shumë lehtë. Por si ta shirojmë përgojimin? A ka ilaç për këtë sëmundje? Cili është ilaçi i kësaj sëmundje që është përgojimi? Ilaçi i përgojimit është pendesa prej të cilit dhe kërkimi halal i personit që është përgojuar. Profeti ynë i nderuar ka thënë: O njerëz, shpirtrat tuaj janë peng i punëve tuaja, prandaj u hiqni pengun shpirtrave me kërkesën për faljen e mëkateve. Shpinat tuaja janë të rënduara nga pesha e mëkateve tuaja. Prandaj, thot profeti, lehtësojini ato prej kësaj barre me sejdë tuaja të zgjatura dhe dijeni se Allahu i lartësuar është betuar në madhërinë e vet, që të mos i dënojë ata që falin namaz, ata që bëjnë sejdë dhe të mëdrithmërojnë ata me zjarrin e ditën e gjykimit kur njerëzit do të qëndrojnë në këmbë para Zotit të boteve. Nisur nga sa thamë, për përgojuesin e sidomos për agjëruesin, del si detyrë të përpiqet të kurojë ngacmimet që brojnë prej thellësisë së qenies së tij në kryerjen e këtij gjunahu të madh, sepse Kurani i Kerim për ligësinë e këtij zakoni të keq thotë: Mos vallë, dëshiron ndokush prej jush të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur, sigurisht thot Zoti në Kur'an që ju do ta urrenit këtë. Në të vërtetë ky krahasim e tregon poshtërsinë e përgojimit dhe gjunahun e tij të madh. Njeriu i mësuar me këtë ves fatkeq, pra me përgojimin, duhet ta pastrojë vetveten nëpërmjet ngritjes së një personaliteti solid, se do të mendojë gjatë rreth pasojave negative të kësaj cilësie të ulët dhe rezultateve të saj shkatërruese. Ai duhet ta lajë ta pastrojë zemrën nëpërmjet praktikimit të ushtrimeve të ndryshme mendore e shpirtërore, duke ruajtur kështu gjuhën e tij prej ndotjes së përgojimit. Individi që përgojon
duhet i drejtohet pendesës, por duke qenë se pendesa në këtë rast është e lidhur me hakun e drejtë, pra të drejtën e shkelur të njeriut, është e pëlqyeshme që njeriu të gjejë një mënyrë të përshtatshme për t'i kërkuar falje personit që ka përgojuar. Ka shumë njerëz që janë ndotur prej gjunahe të tilla, por mund të ndodhë që sedra dhe ndërgjegja e tyre t'i zgjojë t'i nxjisë ata për ta rishikuar këtë gabim të madh. Prandaj, Allahu i Madhëruar thot në Kur'an në fund të ajetit 12 të surës Hujurat: "Keni frikë Allahun, me të vërtetë Allahu është pranuesi i pendimit dhe mëshirëplot." Të gjitha sa tham na bën të kuptojmë se agjërimi i vërtet nuk është vetëm mosngrënia dhe mospirja, sepse profeti Muhammed, i dërguar i Allahut, e ka specifikuar pastër dhe qartë në hutben e tij në fillim të muajit Ramazanit, kur flet për agjërimin e gjuhës. Ai ka thënë: "Ruani gjuhët tuaja." Ruajtja e gjuhës do të thotë të mos thuhen gënjeshtra, të mos përgojohet, të mos shpifet, të mos thuhen thashëtheme, të mos thuhen fjalë vulgare, fjalë fyese, epitete përbuzëse e tjerë që dëgjojmë çdo ditë dhe në çdo vend. Për këtë është transmetuar se profeti Muhammed një ditë ka dëgjuar një grua duke përgojuar shërbëtoren e saj, ndërkohë që ajo ishte me agjërim. I dërguari i Allahut u tha që t'i sillnin ushqim. Kur ja sollën ushqimin, ai i tha asaj gruas: "Ha." Ajo i tha: "Unë jam me agjërim, o i dërguari i Allahut." Profeti më i nderuar i tha: "Si mund të jesh me agjërim kur ti përgojo ke shërbëtoren tënde? Agjërimi nuk është vetëm të mos hash e të mos pish ujë. Agjërimi pra është që duhet të ruajtur gjuha." E me të drejtë profeti ka thënë: "Lutjuni Allahut, Zotit tuaj, me qëllim të sinqert e me zemër të pastër, që t'ja bëjmë mbar agjërimin e këtij muaji." Së fundmi, vim në përfundimin e kësaj teme kaq delikate dhe shumë e domosdoshme, duke këshilluar veten dhe ju që të kemi kujdes të mos e prishim agjërimin ton me anë të gjuhës sonë, lutim Zotin e Plotfuqishëm në fjalët e profetit tonë të dashur që portat e xheneteve të jenë të hapura për ne dhe të mos të mbyllen kurrë ato, edhe portat e zjarrit të jenë të mbyllura për ne, siç janë të mbyllura në këtë muaj, të mos hapen kurrë për ne. Amin. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte tema për ditën e sotme. Shpresoj që vërtet të ta zbatojmë atë nitën tonë të përditshme, jo vetëm në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit, pasi siç e pam, ajo mbjell përçarje, urrëtet dhe shkatron gjithçka. Zoti na ruaj se mund bëhemi pjesë që agjërimi ynë të mos vlej fare. Kjo do të ishte fatale për të gjithë ne si agjërues. Ju përshëndes për shëndetin e bukur të Islamit. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.